Një kull u zhduk nga harta, një familje u shpërnda në përbot, dhe Tropoja u mbulua nga gjaku. Kërnaja sot është heshtje, por dikur ishte zemra e derës së Haklajve. Oda plot, burrat në kuvend, dritat ndezur deri vonë. Pastaj erdhen atentatet. Fund vitet 90, Tropoja në flak. Sipas raportimeve të viteve, 10 vrasje tronditën zonën. Mbi 150 ngjarje të rënda kriminale në qark për vite me radhë, shumë prej tyre pa autor të zbardhur. Familjar të vrarë, sulme të njëpasnjëshme. 14 të vraret plagosur vetëm nga një seri përplasjesh që lidhen me sagën e kësaj dere, sipas të dhënave të publikuara ndër vite. Pastaj egzodi. Greqi, Itali, Gjermani, Angli. Një shpërndarje që boshatisi Kërnajën. 30 janar 2013. Laprak. Breshëri plumbash drejt makinës së Gramoz Haklajt, ku ndodhej me gruan dhe foshnjën 11 muajshe. Autori pa identifikuar. Dhe kulla u mbyll përfundimisht. Ishte kjo vetëm gjakmarrje apo luftë për pushtet? Andikoi politika e tranzicionit në përshkallëzim. Pse ka kaq shumë dosje pa autor? Një derë që dha dëshmor për atë dheun, që strehoi kosovar në luftë. U gjend e vetme në paqe. Sot në Kërnaj dëgjon vetëm erën. Dhe një pyetje që rëndon mbi gurët e kullës. Kush e shohi vërtet atë derë? BF Media. Kur shteti hesht, historia flet me rënoja.